Erdhëm ke IKEA, kemi ardhur që shpar fatikisht. Hangër bukë se po sharonim. Hongër bukë se s'kisha hongër bukë Se të marrësh vendime të rëndësishme të gëzhyen uria. Po, edhe tash do marrim dyshekun edhe blem krevat. Ne kemi një vit që ju themi. Ne kemi një vit që ju themi juve do blejmë krevat, do blejmë krevat. Por sot e blejmë. Po, edhe nuk e kishim vendosur që mos ta blinim se duam të ndërrojmë shtëpi. Por sot pamje, sa e pash rashën dashurimet edhe e mora me dru pishe, super i mbajtur mirë, vajta e mora atje te zonja që shiste. Po. Edhe tash do i blem dyshekun. Më tha mua ajo mund ta marrësh me gjithë dyshek. Jo, tash dyshekun s'e dua. Po ku ta ku ta çoj unë, më tha mua. Pun për ty. Bëj çfarë dush. Mirë, tha se do e nxjerr për dhuratë. Dhe ne morëm vetëm krevatin. Po që morëm vetëm krevatin edhe sepse ishte shumë i bukur dhe për atë çmim që e kishim marrë, është fantastik. Hamburrin. Po, dhe do blejmë dyshekun në IKEA dhe do ikim në shtëpi. Po, e gjetëm edhe dyshekun. Mos doja të merr edhe në një rrajshe, po doja të merr edhe në një rrajshe, po vetë dyshekun 100 me lek edhe krevati. Edhe s'po e abuzoj me burrin se kam frikë mos më bie në një infrakt. Jo, burrit për lek nuk i bie infrakt, hajde nesër kaloj gjithë ditën këtu. I'm on an island in your room. You're like the sky sand behind the blue. I'm thinking about you, and I'm thinking about you. All the things we could do if I was sober enough. And so you met my Gjesi YouTube, ja ku jam këtu me 2 krevate të riun që morëm, që e kemi marrë 1.80 me 2. Burrim s'do ketë më ankesa, sepse gjithmonë ankohet që thot më rrëzove në krevati, e shumë i vogël, më ngjite shumë, sa kjo që kemi, na e kam falur, dhe është 1.40, që kështu do e heqim, pas 2 vjetësh unë në Gjermani, më në fund të bëm barë për krevat. Nuk është se e kemi lëmë për lek, edhe për lek e kemi lëmë, por jo, nuk ka qenë ajo arsye kryesore, thjesht nuk kemi bërë barë që të gjejmë një krevat që na pëlqen edhe të thonë e duam. Dhe dje nuk ishte dita, nuk ka lidhje fare dita, sepse unë kam çuar një email për një shtëpi të re. Dhe në qoftë se shtëpia e re bëhet, gjë që e vë në dyshim sepse kam çuar emailin që para 5 ditësh, i çova prapë edhe dje një reminder, edhe nuk më ka kthyer përgjigje. Në qoftë se gjeni shtëpi në Gjermani është torturë. Është shumë e vështirë. Edhe në shumë nga njoftimet nuk të shkruajnë mbrapsh. Edhe unë nuk jam një person që shkruaj përshëndetje, unë jam e interesuar për shtëpinë, jam një person që shkruaj emaile shumë të rregullta, me ndihmën e ChatGPT-s, por shkruaj emaile shumë të rregullta me të gjitha informacionet e duhura. Domethënë, unë jam Ersi, bashkë me bashkëshortin tim Andi, bëjmë këto punë, kemi kaq shumë të ardhura neto në muaj, në qoftë se do edhe shtufën ton mund ta dërgojmë, ta marrim dokumentin që nuk i kemi probleme me pakesat, sa të ardhura kemi, jemi të interesuar për shtëpinë, jetojmë në këtë zonë. Domethënë çdo detaj të mundshëm që një qeraxhi do donte të dinte për qeramarrësit e rinj. Edhe nuk ma ka varur, është shumë e vështirë edhe kur kemi gjetur këtë shtëpinë. Janë çuar pafund emaile, pafund mesazhe ka çuar kunata ime, domethënë nusja e vllajt të Andit për ta marrë këtë shtëpinë është. Sidomos të lënë një takim të vesh ta shohësh shtëpinë. Pasi e ke parë të marrin vendimin që të zgjodhen ty, është nuk e di. Është të merr më vete, se di si i keni ju marrëdhëniet, qysh të ndej, por me vërtet goxha e vështirë. Ti kthehemi muhabetit të krevatit, edhe krevatin e morëm dje, nuk e kishim në plan fare 0-0, se thash duam të ndërrojmë shtëpi, edhe jo me gjitha të shtojmë mobilje të reja, por e pash dje një njoftim për këtë që është dru pishe, dhe ishte me një çmim fantastik, i mirëmbajtur në maksimum, si sunsta, si kjo bordi, si pjesa poshtë, edhe unë gjithmonë kam dashur një princess style krevat, edhe të jetë dru. Druri është gjëja preferuar e imja dhe Andit. Edhe sa e pash i shkruajta, i thash do ma lësh me këtë çmim të vit të marr, më tha po, do ta lë. Kur vajtëm atje e morëm, i e shprishur një vit.
krevati. Do më thënë, kur kanë shmontuar një vit ka e shtyër. Edhe më ullën dhe 10 euro që më thani bli dhe vidat që mungojnë edhe super okej, super mirë, e sollëm. Erdhi dhe një shoku antit që në ndihmoi që e futëm të fugoni. Edhe erdhe me sollëm direkt sa blem krevatin të IKEA. Edhe zgjodhëm dyshekun. E kishim vënë syrin që para një 2 vizitash dyshekun. Edhe anti vuan anerve fshatik që kështu duaj një dyshek i fort për të. Edhe zgjodhëm këtë që kemi vënë këtu, që duhet të rrinë 24 orë, që të marrë ajër dhe pastaj mund të flejmë. Edhe unë beja mirë mos t'isha ullur këtu, por po e provoj, po e testoj dhe duket shumë i mirë. Edhe me zipres të visot nga puna dhe të flej këtu. Kam një takim në qendër në orën 1. Edhe duhet të nisem edhe aty, ora është 8:30. Duhet të çmontojmë edhe krevatin që kemi dhe do zoti vjen një person e merr sot që kështu s'kemi nevojë ta vëmë tek Ela që ta lëm tek depoja edhe jemi shumë okej. Tani problemi im është që ky është 1.80, ky që kishim ishte 1.40 dhe kuptoni pse ishte shumë i rëndësishëm të ndërronim krevat, është shumë i vogël. Edhe ne nuk kemi çarçafe për poshtë. Domethënë çarçafe për klefin sepse ky është shumë i madh. E donim krevatin njerëzakonisht shumë të madhe, me fat që shtëpia që jemi këtu e ka dhomën njerëzakonisht shumë të madhe, si mund ta kuptoni, sepse ka të 2 krevatet këtu brenda dhe komodinat të raftet dhe dollapet, gjigande. Por që do se shtëpi e vogël në kuzhinë, në të tëra të tjerat. Edhe kemi në plan ta ndërrojmë edhe me këtë po merremi, që kështu na uroni fat edhe na uroni që ai njeriu të kthej përgjigje dhe ta marrim shtëpinë. Edhe ju më pat mua kështu si gogolesh që më pikë më qetë. We're the best of friends through thick and thin. That's what we always said and what you believe. But I'm wanting more, can't help longing for your love. Time and again Aje, sa ka ardhë gryna nga shtëpia, nga puna. Sa ka ardhë gryna nga puna dhe me thonë drejtën, unë dosha me bo, fatikisht po e bëj tani, doja me bo shparë, po e bëj tani. Një karot, zime, edhe jo brokoli është po. Shqipa sa i thon brokoli, po edhe gjermanisht brokoli. Po. Edhe anglisht. Po këtë kështu rota apo drejt? Si dushti? Ha? Si të duash ti? O njerëz kur gatuan burri huaj, ai shumë pyetje bën sa I thua aman ulu se bëj vetë. Kam e qikë. Unë jam, me thonë detën, erë si ka gatu gjithë jetën. Që kjo marrëdhënia jonë prej disa vjeçare. Sa dekadë. Po tamam, një dekadë kusur, rishtun 2 edhe 3 dekada. Unë shumë pak kam gatu, edhe nuk është se di me thonë drejtën. Di veç me skuq, ves patate, thaj. Ves patate ka qërë së dy me bo. Di që që ti më pëtë? Bëjde një tavë me speca, po më mangësh ma patë mësu ti. E po I ka arruar i dhe shi. Jo, e bëj atë, kur pa të ardhe se fillim më patë mësu një tavë me speca me tjatë bardë me rikon. Shumë qefe kisha, e gatosha vetë, e hasha vetë. Kurse unë pa haj, Edhe fasulli bëj. unë pa haj tavë me bamje. Po, E ka bravo. për me këto të duar. E shef që nuk kam hungur shumë, që sa pak kam hungur. Gjithmonë jam You nuk would se stay në in indituar. my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door. Even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away so long. Since you've been gone away, you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away, you've been gone away. 50-11 days, 50-11 days, 50-11. I lost count of Autoshkollën që më ka dhënë mua patentën. Kush e ka dhonë? Me ka dhonë një njëjtim njeri. Senka, që ajo si Po, Senka. Senka, dha Senka në dha të testi. Senka. Senka ishte instruktori. Nuk e mësove gru. Ja do se patent. Unë dhe Andi e kemi bë patentën në të njëjtin vend për pa u njohur me njëri tjetrin. Edhe
si përfundim do ikim do blejmë 2 komedina super të bukura të 57-s që I kam gjetur në eBay Kleinanzeigen. Edhe I thash Anti, ti marr, janë shumë të bukura, kanë një çmim fantastik. Shkruajta me atë, o zoti ma, tha I personi që po ja ble, ishte sikur s'donte me I shit. Shkruaj 7 herë të përgjigjet një herë, po unë doja ato komedinat edhe që kështu. Vërë 20 euro, vërë kam kështu. Ai pare qa punë ka pas ai të tipi meret me 2 komedina. 20 euro, të rita shit, me zi të presit japi refresh, të shit I shkuj gruja. S'ka rëndësi, 5 euro do. I urojmë gëzuar. Më falni, Po. Ramazani, edhe aqërim sa më të lehtë gjithë njerëzve që aqërojnë. Po, edhe Zoti ua pranoft. Ju e dini që unë nuk aqëroj, kurse Andi si vjet nuk e di qa vendimi ka marrë. Se kam aqëru me thënë drejtën, kom 2 vite këtu në Gjermani, se Shqipëri kam aqëru vitet e funit. Andi ka 5 vjet në Gjermani. Se 2 vjet I rriur. Okej, vitet e funit, në Gjermani vetëm vitin e parë kam aqëru. Edhe e shoh shumë të rëndume, shumë të lodhshme me thënë drejtën. Vetëm vitin e parë kam majt. Andi ka punë fizike dhe është gati shumë e straponcueshme. Shqipëri kam pas majt, para se marrë në Gjermani kam majt gjithë ato vite. Por shumë që kam marrë tu vetëm vitin e parë kisha mundësi, pas se fillu të mblodh Gjermani edhe nuk. Edhe kështu njerëz tash. Po që Zoti pranoft të shaqëron. Sa më e lehtë për juve edhe gëzuar, nuk e di si thohet. S'ka për gëzuar apo ka? Po dyse nuk u festësh. Aqërim të lehtë edhe kaq. Okej. Edhe kështu, po prisnin se si u thash pse kush ma ka dhënë mua patentën, Xhabera. Erdha mora Antin te puna, domethënë te një punë ku përpunonte. Erdha me makinë. Tani unë nuk I bie, ju e dini që autostrada edhe unë nuk jemi asnjë gjë të përbashkët, se këto janë pa limite, unë I kam shumë frikë. Jo se janë të vështira se asnjëri s'vjen aty të bjerë, por duhet të hysh edhe të dalësh shumë herë dhe unë nuk I kuptoj të gjitha. Ka tanken poshtë. Po pra të thash duhet bëjmë tanken se na la makina. Thej më kru, më thej, po. Ti më vjen mu deri këtu, ke bo gjitha të rrugë se ke bo. Po, unë isha tu ikë për Esen. Duhet vija në Zhvert e kisha marrë një autostradë vetëm kur më shikonit mu tu ikë për Esen. Tu të të më vonë, po të me shku I gjithë. Okej, se kemi konor, në 5 duhet jemi atje. Kështu, thash gjuna burri, thash po rria ty për jashta në të ftohtë, thash atë vete unë ta marr. Edhe kështu thash unë po I bjem në autostrada. Edhe qa me I bo burrit, ta jemi gjysor më tepër. I fundit nga të në rrugës, në drejtim tjetër. Po I kja andej, duhet të vija këtej, dhe po I kja andej. Më kapi edhe një cop trafiku. Dhe burri edhe gjysore më tepër, pse? Më mirë kisha Ato ka lej puna I burri. Leva atje. Më mirë kisha në rrugës së fshatit të ti më avash, të pak të kisha ardhur në kohë. Qartë? Qartë nga darkë, në ora 7. From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft silhouette. The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you. Po, këto blem të ky xhaxhi. Disa të bukura janë të rënda plumë se janë ndru. Edhe mendova se do I kisha bletë në njëri kështu, nuk e di. Edhe atë na dha dhurat. Por ka një shtëpi se nuk dua t'ua tregoj. E ka yll. You are all I'm waiting for. I can't eat, I can't sleep no more. Haunted by your sin. Me vërtet, janë komodinat më të bukura dhe ja vleti një orë rrugë. Dhe me gjitha dhe ky qyteti që nga shumë I bukur, e qytet malor, me gjithë borë, ngjyra, shikoni sa e bukur kjo pjesa këtu. E shifni? Super e bukur. Ai zotëria që vajtë morëm komodinat, kishte një shtëpi. Shumë bukur.
për zotin kur në jetën time nuk kam xhelozuar ndonjë njeri aq shumë sa që kam xhelozuar atë në atë moment. Kishte vërtet shtëpinë e bukur, po jo për xhelozi kështu, po thjesht në shtëpinë kishte vërtet shumë. Për shtëpinë po flasim. Edhe na vali edhe një lalla këshë. Shitashim, t'ua shpjegojmë pak për ju që nuk jetoni në Gjermani. Kur ju flakni mobilje ose gjëra që janë të mëdhaja dhe nuk futen te koshi, duhet i të paguash lek, se që do ikim dhe ne të pagojmë lek që do flakim krevatin që kishim, se s'kemi ku e çojmë. Dhe duhet ta pagojmë që ta flakim. Dhe shumë njerëz këtu i nxjerrin o t'i shesin o i japin dhuratë. Nxjerrin në eBay. Po, në eBay Kleinanzeigen. Qofse nuk e keni, merreni. Edhe ka njerëz që i nxjerrin me çmime shumë të shtrenjta, ka njerëz me çmime të lira. Këto komodinat. Ka gjona që nuk është se mund t'i gjesh. Për shembull, këto komodinat janë të 57-s. Po ideja është për shembull, jo vetëm kur duan të flakin diçka, ato edhe nxjerrin me shit. Nxjerrin me shit. Po. Edhe ju kanë thënë disa herë që këtu njerëzit janë të pasur se nuk flakin asgjë. Po, ajo është vërtet, ama këtu sado i pasur, këtu ku ishim, ishte vërtet shumë i pasur, nga shtëpia, nga çdo gjë. Nga makinat, nga shtëpia, nga të tëra, shumë i pasur. Ishte 2 komodina nga 20 euro, 40 euro. Edhe merret me mua. Se i thash anti të s'më kthe përgjigje ky, kërcë mërcë, këve gjithë letra, gjithë dokumenta kur vajtëm neve, sa po erdhi dhe ai në shtëpi, edhe shesin. Janë njerëz shumë, nuk e di, shumë të paparë për mendimin tim. Edhe na dha dhe ambazhurin, na tha po deshe merreni, e keni keshenk, dhurat. Merreni se nuk më duhet. E mirë e morëm të ambazhurin, super yll. Unë vazhdoj dhe mendoj akoma për shtëpinë atë xhaxhit, shumë të bukur e kishte. Dhe i gjeja që kishte më të bukur ishte ajo garden house që kishte jashtë, ishte ajo shtëpia e vogël e bardhë kështu. Ka një kështu si shtëpi kopshe që kanë jashtë me xham edhe ky kishte. Edhe me net aty apo bëjnë. Nuk e di. Perfekte, do doja ta filmoja, por nuk mund t'i thoja prit ta filmoj çik shtëpinë atë. Anyway, dog is ready to be walking. A pot of coffee got me talking. Patsy cries out, she's so crazy. This is a morning. Krevat bleva prish atër sistemin e shtëpisë dhe e prisha gjithë ato lek. Vajti këndryshimi gati 1000 euro. Jo krevati, jo dysheku, jo organi që duhet i matë sepse e kemi 2 me 2,20 dhe shumë i vogël, duke qenë se krevati tashmë është 1,80 me 2, i kemi shumë larg njëri tjetrit edhe unë rri gjithë natën zbuluar këto 2 net. Edhe porosita një jorgan tek IKEA. Pse nuk më kishte treguar mua ju për click and collect të IKEA-s, që e blia online, vija atje, merrja si zonja, hipje makinë dhe vjen në shtëpi. Edhe nuk i britje IKEA-s rrothe rrotull, harxoj edhe lek ike për jorgan, dilshe me kuta di unë qa dilshe unë, me rate, me lule, me budalliqe. Ishte rehat kështu me click and collect, sidomos ju burrat, mbani shënim. Blini online, fup, ik merrini atje si zotrin, hajeni në shtëpi, se syje brenda te IKEA, se ishte jashtë kjo click and collect, ishte mu direkt aty jashtë. E zgjith sheshia aty review të terën, e si zotrin. Mora një organ, e mora varëm, diku 18 euro, atë të vjetë të mbajtën. Sa prap. Edhe ky është një organin. E mora pa pupla kësaj rate, sa atë që kam me pupla dhe nuk më pëlqen, që nga i mirë më duka. Mirë, i letë. Këtë mora dhe 2. Ja. Mora dhe 2 jastëk. Këtë e ka marrë për vete. Nuk i mora të shtrenjë, nuk i mora as 5 euro, o dikit e 15 euro. Këtë e mora për vete. Duka i mirë. Me një sistem anti-allergjik të është edhe. Kurse këtë e mora për handin, sepse ai fleme jastëk super të ullët.
nuk fle njësoj si unë. Ky që nga me pupla. Sa të mbushet pak. Shu I ka qef handit, super pet me kravatin e do. Hajta laju në këtë me pupla, se pash mirë, se ta kisha pas e kisha marrë me pupla. Do 7 vjetë të thahet kur lahet, edhe duhet të thahet mirë, se përndushe nuk bën mirë, po hajde. Ja mora dhe ati se do më thoshte pastaj bleve për vete dhe mund s'më bleve. Përse tash se nuk shpëtova. Pa blerë edhe 2 gjërat e IKEA, se hyra deri tek fut se nuk dija ku merreshin gjërat që të pyesja. Edhe mora një lëng boronice, kjo, duke qenë se unë pi shumë ujë me gaz, edhe mund t'jetë pak si kjo se është e koncentruar thot këtu. Edhe mund t'jetë pak si kjo dhe ujë me gaz dhe mund bëj një pije fantastike. Edhe s'kishim asnjë reçel në shtëpi, që kështu mora dhe një reçel boronice I bëra çift. Këto mora. Edhe komedinat janë yll të bukura. Tani do rregulloj krevatin, sot pres që të vjandi edhe të çojmë të flakim krevatin e vjetër që kishim, edhe kështu gjëra me radhë. Ky vlogu ka qenë pak rrëmuj, ka qenë vetëm për dhomën, por kështu ka qenë edhe java jonë me thënë të drejtën. Kemi qenë vetëm Britandej, merr këtë, merr atë, kështu ka qenë gjithë java. Porosit këtë, bli atë. Por më në fund të rregulluam dhe atë çfarë kisha ngelur edhe tash jemi të kompletuar. Keep mistaking my anxiety for intuition, and stress keeps getting in the way of my ambition. Logically, I know I shouldn't feel this way, but my body doesn't agree with my brain. Feeling cold, get caught up in something old and spent further down the